Të zgjedhësh fen apo të vazhdosh të përdorësh mall. Për fat keq shumë çuna që bëjnë konsulencat ose edhe disa që bëjnë trajnimet tona, gjenden në këtë dilemë të madhe, sepse duke u bërë pjesë e një feje, largohen nga malli. Mirë po ka dhe një rrugë të mezit, që është të respektosh vlerat e tua. Në radhë parë të njohësh vlerat e tua, pastaj ti respektosh, mos të shkelësh vlerat e tua dhe mos të lejosh që njerëzit e tjerë të shkelin vlerat e tua. Nga momenti që bën këtë punë me veten tënde, fillon dhe respekton jetën tënde, fillon dhe vlerëson më shumë jetën tënde dhe fillon largohesh nga ajo gjë që po të dëmton shumë dhe po të merr gjërat më të rëndësishme që ke. Është momenti që të qëndrohesh te vetja jote, te cilat janë vlerat e tua, cilat janë frikrat e tua, cilat janë nevojat e tua. Dhe më pas cilat janë dëshirat, planet e tua për të ardhmen, cilat janë talentet e tua. Kjo është rruga që unë mendoj që është më e mirë për të dalë nga një situatë e vështirë. Të uroj gjithë mirat, kujdesu për veten.